Përçarja e skenës politike dhe ngërçi institucional janë përshkruar si arsyet kryesore pse raporti vjetor i progresit për Kosovën konstaton kryesisht përparim të kufizuar dhe stagnim. Sipas dokumentit, ngërçi politik ka dëmtuar funksionimin e institucioneve dhe rrezikon të minoj besimin e publikut në proceset demokratike. Ngecjet janë identifikuar në punën e parlamentit, qeverisë dhe sistemit gjyqësor, teksa theksohet se pavarësia e gjyqësorit dhe gjykatës kushtetuese duhet të respektohet plotësisht. Sa i përket masave ndaj Kosovës, në dokumentin e miratuar konfirmohet gatishmëria për heqjen e tyre, kur të arrihet një transferim i rregullt i qeverisjes lokale në veri. Lidhur me masat për Kosovën, një pjesë e raportit thotë se do të heqim masat sa më shpejt të jetë mundur, veçanërisht tani pasi zgjedhjet lokale kanë ecur mirë. Në raport gjithashtu konfirmohet gatishmëria e Komisionit Evropian për përpilimin e mendimit për dhënien e statusit të kandidatit, mirë po theksohet se për këtë nevojitet mandat nga të gjitha shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Dialogu për normalizimin e marrëdhënieve mbetet kusht për avancim drejt Bashkimit Evropian, si për Kosovën ashtu edhe për Serbinë. Të dyja vendet ftohen të përmbushin të gjitha obligimet që dalin nga ky proces. Serbia dhe Kosova u dominuan nga krizat politike të brendshme që shkaktuan bllokimin e procesit. Përndryshe mungesë progresi është evidentuar në fushën e lirisë së shprehjes. Raporti përmend raste të sulmeve ndaj gazetarëve, pengimin e punës së tyre, përfshirë edhe përdorimin e gjuhës fyese. Në lidhje me transmetuesin publik, vlerësohet se nuk ka pasur përparim në gjetjen e një modeli të qëndrueshëm, afatgjatë dhe të pavarur financimi. Sipas raportit të progresit, RTK vazhdon të përballet me kufizime buxhetore, pronësore dhe atë të burimeve njerëzore.